Ndërkohë që fushata për zgjedhjet lokale po afron, subjektet politike dhe kandidatët e pavarur kanë intensifikuar aktivitetet në terren. Koalicioni Vlen brëmka për shtabin në Raven të Gostivarit, ku para simpatizantëve u prezantuan zotimet e kandidatit për kryetar si dhe lista e këshilltarëve. Bartësi i listës së këshilltarëve Bashkim Hasani e vlerësoi lart profesionalizmin e kandidatit për kryetar Sebaedin Dauti, për të cilin theksoi se është njeri i veprave dhe përkushtimit në punë dhe jo person që synon karrierë politike. Pikërisht ky fakt, tha ai, ia ka lehtësuar vendimin për të qenë në krye të listës për këshilltar. Koalicioni Vlen më besoi që unë që jem edhe kryesues, gjithsesi bartës i listës së koalicionit Vlen. Nuk ishte e lehtë edhe asaj detyret i thuhet po, por kur thanë se kandidata Sebaedin Dauti thash po. Besoni që Gostivarit nuk i duhet as Gostivarit, po as neve për hatër të votohet në këto zgjedhje. Të ishte punë hatri. Unë kandidatin nga tavori tjetër e kam pas shok klase. Sebaedini nuk e kam pas shok klase. Të ishte për punë hatri, i pari i cili duheshte të bëj hatër isha une. Por unë nuk zgjodha hatrin edhe të marrëm qafë qytetarët e Gostivarit, ashtu si i murën qafë për 8 vitet e kalume. Ju e dini ma mirë, për 8 vite ndëgjoni çfarë kam thënë, çfarë të bëjmë dhe çfarë kam bërë. Ndërkaq, kandidati për kryetar komune Sebaedin Dauti, i gjendur para banorëve të fshatit nga i cili vjen, premtoi kryerje të detyrës me ndershmëri, ndërsa shpalosi disa nga prioritetet e tij me të cilat do ta fillojë mandatin në krye të komunës, nëse qytetarët ja besojnë këtë detyrë. Pika e parë do të jetë transparenca e punës time dhe e gjithë komunës dhe organeve komunale. Duke marrë përbas përvojën time, do të bëjmë një organizim të mirë të administratës komunale, ndërmarrjeve publike në Gostivar dhe organeve të tjera të cilat janë nën kompetenca të komunës, që administrata komunale të jetë gjithmonë në shërbim të qytetarëve. Do të punojmë për higienë si në fshatra, ashtu edhe në qytet. Do të kërkojmë dhe do të punojmë në rritjen e cilësisë të arsimit, që mësimi të jetë mësim dhe të jetë në cilësinë më të mirë. Në këtë aktivitet i pranishëm ishte edhe Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, i cili foli për projekte konkrete në sektorin e shëndetësisë, përfshirë përmirësimin e infrastrukturës rrugore që çon drejt spitalit të Gostivarit, por edhe projekte të tjera që kanë në fokus shërbime më cilësore për pacientët dhe kushte më të mira nëpër institucionet shëndetësore. Unë si Ministri i Shëndetësisë ju siguroj që qyteti i Gostivarit do të ketë një shëndetësi më normale, një shëndetësi më afër qytetit, më afër qytetarit dhe një shëndetësi e cila dëshiron secili nga ne ta ketë. Dhe për këtë punojmë bashkë. Dhe ju siguroj që bashkë me kryetarin e ardhshëm, me Sebaedinin, do të punojmë që infrastruktura deri tek spitali i Gostivarit dhe infrastruktura deri tek shtëpia e shëndetit në Gostivar tjetë dëshirueshme si në aspekt të parkingut, ashtu edhe në aspekt të ekosistemit i cili është i nevojshëm për spitalin e Gostivarit. Nga Vlen theksuan se ditëve të kaluara kanë marrë mbështetje nga qytetarët, të cilët, siç theksuan, kanë qenë motivimi kryesor që ata të angazhohen seriozisht për të sjellë ndryshimin në Gostivar.